Përpara se të luani me Serbinë në transfert, shumë kush tha se për Shqipërinë nëse fitoi kjo ndeshje, do të vlente më shumë se sa kalimi në botror, por ajo ndeshje ka përfunduar me fitoren tonë dhe festa gjithashtu. Sot mund të quhet e përfunduar me një festival golash në miqësoren 4-2 ndaj Jordanisë, në një ndeshje shumë emocionuese dhe me një Armando Broja të rikthyer si dikur, por tifozëve u është rikthyer edhe uria. Tani nuk mjafton vetëm Serbia, duhet të shkojmë në play-offin e botrorit. Në grupin K kemi një barazim ndeshjesh sa i përket tre vendeve të para dhe panorama është shumë e qartë. Anglia është kualifikuar zyrtarisht pas fitores së thellë sot ndaj Letonisë, duke siguruar vendin e parë. Më pas vjen Shqipëria me 11 pikë dhe Serbia me 10 pikë, me të njëjtin numër ndeshjesh të luajtura. Disa shpresonin se Andora mund të bënte befasin sot kundër Serbisë dhe deri në një moment ja doli, madje në pjesën e parë shënoi 2 gola, një në portën e Serbisë dhe një në portën e saj, ndërsa Serbia e përmbysi në të dytën, 1-3. Me këtë fitore, Serbia shkon në golovarazhin 7-7, ndërsa Shqipëria është në golovarazhin 6-3. Për fatin tonë të keq, këtëherë nuk kemi më rregullin e ndeshjeve direkte, por të golovarazhit. Ndeshja jonë e radhës është kundër Andorës dhe nëse e fitojmë, do të shkonim në kuotën e 14 pikëve. Problemi qëndron në faktin se nëse Anglia tani e kualifikuar hap krahun e Serbinë duke dalë në barazim, atëherë situatën e vendos golovarazhi. Kështu Serbia do të qëndronë në kuotën e 0 golave, ndërsa Shqipëria, që është plus 3 gola, duhet të kujdeset që të fitojë sa më thellë me Andorën në transfert, gjë që është e vështirë të ndodhi për ne. Në ndeshjen e fundit, ne do të luajmë me Anglinë dhe në rast të një humbje 0-2 dhe një fitore tonë në 0-1 me Andorën, golovarazhi jonë do të ishte +2, ndërsa Serbia pret Letoninë në shtëpi dhe në rast të një fitore 2-0 do të na parakalonte automatikisht në renditje. Në rast të barazimit të golovarazhit, atëherë merrem për bazë se kush ka shënuar më shumë gola dhe aty Serbia është 1 gol përpara nesh. Pra për të qenë sa më të qetë, Shqipëria duhet të fitojë me të paktën 4 gola diferencë ndaj Andorës, në mënyrë që edhe barazimi i Serbisë në Angli të mos na vendosi shumë në rrezik. Në rast se Anglia bën detyrën dhe fiton ndaj Serbisë, ndërsa Shqipëria nga ana tjetër fiton me Andorën, do të mbyllë gjithçka zyrtarisht dhe do të kualifikoheshim matematikisht. Ndërkohë në rast fitore të Serbisë kundër Anglisë në transfert, atëherë duhemi patjetër që edhe Shqipëria të fitonte kundër Anglisë në Albania, pasi në të kundërt do të ishim të skualifikuar. Në rast se një fitore 0-4 të Shqipërisë kundër Andorës dhe një barazimi të Serbisë me Anglinë, dhe në një rast të humbje 0-2 të Shqipërisë kundër Anglisë në ndeshjen e fundit, atëherë Serbia duhej që të fitonte në shifrat 5-0 me Letoninë në ndeshjen e fundit, në mënyrë që të na parakalonte. Për këtë arsye, kemi vetëm 2 mundësi: të fitojmë sa më thellë të mundemi kundër Andorës ose të presim se çfarë do të bëjnë anglezët.